ministri nuk është ai që po do me i quë vendin në zgjedhje. Mëra, hinë gjuna që ai njëri që po do me quë? Po natyrisht se hinë gjuna. Natyrisht se hinë gjuna. E kush po do me quë vendin në zgjedhje? Sa pun gjunahin në kuptimin fetar, vetëm kjo gjuna. Jo, në aspektin moral fjollës. Une ka njere, po këto jam në studio e në një halki, dhe ka të dëgjojnë. Se më kom privat, unë di me foli dhe ma shumë, kjo pun të cilën janë të eboje, klasa politike kosovare, kjo dë hakmarje serioze nga populli. Sepse, këta njerë shka jo në parlament, këta lider politik, të cilët e kanë bloku punën e presidentit, këta në fakt, jo që janë të luftu ndër vete, dhe për interesat e tyre vetanake, ju betohem në Zotin, nuk e kam për interes të Kosovës, ju betohem në Allahun. Shqo, qëfar guzimja në studio, televizive po e themte, nuk e kanë për interes të Kosovës, e kanë për interesa personale dhe partijake të tyre. Për inati të tjetrit, une po e djegi krejt. Dhe për te që saj nga të reze dhe dami që po e bojnë, ata në fakt janë të mësulmu, të më luftu mu, ty, këta shikus shka janë këto, këta kameramen, janë të e liftue popullin e Kosovës, sepse ne kemi dhënë vota, ne jemi të i pagu taksat, ne jemi të e majtë këtë vend, jo ata. Dhe neve për nga dëmtojnë. Qëfar tragedia? Diskursi për shembull politik i lëvizjet vetëvenduese anti-UÇK, disa njerëz, jo gjithë, disa njerëz caktuar për shembull. Aty jam shumë i ndjeshëm. Po për shembull ki fjalime, kemi pas fjalime kundër krerët të shtetit shqiptar të Kosovës, ka dol Demal Bosha që do lë farafera me kundra UÇK-s, po morrin porë, çka mendoni jo? Janë trona valla. Shiço, kur une sikur edhe ushtarët e tjerë, shumë nga diaspora që kanë ardhë, i kam lënë studimet e doktoratës në gjysë, edhe kam ardhë, edhe ju kam thënë komandantëve të UÇK-s Jakum Kini, edhe një ushtar plus. Po du me qenë ushtar i Kosovës. Qëfar nevojitet? Duke njoftë, për shkak edhe të raporteve tona, sepse nga viti 1997 kam punu në fakt për avancimin e çështjes së UÇK-s në Turqi, ndër shqiptar dhe deri te Çelikbiri e Karadaj. Po më rësio, kam punu ndjeshëm thellë dhe në mënyra që jo gjithherë dhe jo gjithko thuhen botrisht për të mirën e Kosovës. E din ata njerëz që dohet me ditë dhe me të cilët kam punue. Prej vitit 1997, mos harrojmë, tubimi ma i madh shqiptar që është mbajt ndonjëherë në Turqi, në mbrojtje të UÇK-s dhe promovimit të UÇK-s, se po vije një ushtri për të çliruar Kosovën nga dhuna sërbe, është mbajten në Izmir. Atë tubim madhështor e ka organizuar që ky shoku yt i cili është me tyje në studio. Unë me Ahmet Prishtinën, ish kryetarin e Izmirit, dhe me njerëz të tjerë deri në Ankara që kanë ndihmue me bëhat organizim gjithë shqiptar. Ka pas 10.000 njerëz aty. Tash, o mik, me prue Kosovën, në këtë pikë, edhe me dal njerëz, kush do kofshin ata më dhe me qenë evladja, më dhe me qenë vllai, me fol kunder vlerave të UÇK-s, për shkak të ndonjë ngatrese ndoshta, nuk i di unë, familjare apo personale, dhe me kërkue dënimin me vdekje për një emën, lejo të them, për një emën të shenjtë. Emri ashtë që më thonë që të shenjtë? A kjo meriton dërë të vitje, bravo. Shiqo, mik, njeriu, emni njeriut është dy kuptimor. Një që e personifikon një individ, një fizikum. Dhe dyta është kuptimi, do me thënë, bagazhin të cilën e bartë ai emën. Hashim Thaçi
Në raport me mu, si ai, si i dyti, si i treti, kejtë janë njëjtë. Heq, respekt të ndërsjell në majet